Unë këtë asë si nuk e kisha rekomandu, sepse fushatat e ndërgjegjësimit që bahen për kancer në përgjithësi janë që të zbulohet kanceri atëherë kur nuk ka asnjë farë simptomatologjie. Mirë po, kur jemi ende në diskutime cilat do ishin shenjat ose simptomat që e kishin shtyr një pacient për me kërku ndihmën mjekësore, flas për ata pacient ose ata individ cilët informacioni që duhet mu trajtu me shku me ba ekzaminime herët tek mjeku nuk ka arrit mjaftueshëm ose nuk është ngrit vetdia ose ndërgjegjësimi për mjaftueshëm që me shku pa pas simptomatologji, i kishe cek disa simptoma të përgjithshme edhe në disa simptoma mandej specifike që lidhen me lloje të ndryshme të kancerit. Simptomat të përgjithshme janë për shembull humbja peshes, që pacienti nuk e din prej nga është e humb peshen, njihet mirë, por vazhdimisht përkundër që ushqehet ashtu si është ushqyer edhe më herët, ai vazhdimisht humb peshë, njëna prej tyne. Mandej mundet me qenë lodhje e vazhdueshme, plogështi e vazhdueshme. Mandej ndonjë lloj i kollit i vazhdueshëm, gjakderdhje dikun një kohë gjatë me pas ndonjë anemi me idiopatike të pa burimore, kështu që nuk e din prejardhjen, këta kishin qenë ose shenjat të përgjithshme që diçka me organizmin nuk është duke funksionu mirë, edhe mandej me ardhur deri te diagnostikimi i kancereve të llojeve të ndryshme. Ndërsa prej simptomatologjisë specifike lidhet për simptomatologjia për secilin organ. Mvarësisht ku është i lokalizuar kanceri ose ku është e lokalizuar problematika, aty shfaqet ose mbi shprehet simptomatologjia. Qofse flasim për sistemin sistemin respirator ose të frymarrjes, aty kena koll të vazhdueshëm, ose nëse pacienti pshtyn një kohë të gjatë, pshtym me pika të gjakut, ose ka vështirësi në frymarrje, do të thotë janë të gjitha simptomat prej rrugëve të frymarrjes. Nëse janë në pyetje rrugët e sipërme të frymarrjes, ka problematik me zanin, ka problematik me ndonjë nyje limfatike të rritur në qafë, ka problematik me frymarrje prej hundes, do të thotë ka ndonjë bllokim dikun mrapa në nazofaring ose kudo qoftë në pjesën e nazofaringut ose pjesë tjera të kafkës, ndërsa ta cekja dhe simptomatologji tjera tek organet tjera, për shembull ta marrë te trakti urogenital, mundet me pas djegje gjatë urinimit, gjakderdhje gjatë urinimit, shpesh shim të urinimit sidomos gjatë natës ose ndjenjen e jo zbrazjes plot fshikses urinare. Te sistemi ginekologjik ka gjakderdhja është në pyetje, fryrja e barkut, dhimbje. Gjakderdhja po mendon jashtë kohës së ciklit. Gjakderdhja jashtë kohës së ciklit menstrual ose te gratë postmenopauzante që nuk ishte dashur për me pas gjakderdhje në atë periudhë, ose edhe gjakderdhje gjatë interkurseve me partnerin.